Të dhënat nga Stand Counter për periudhën e prillit 2024 dhe prillit të 2025 tregojnë një dominim absolut të Facebook në tregun e rrjeteve sociale në Shqipëri. Gjatë gjithë vitit, Facebook ka mbajtur një pjesë tregu që luhatet mbi 90%, duke u pozicionuar si platforma kryesore e komunikimit dhe ndërveprimit digjital në vend. Në vend të dytë renditet Instagram, i cili gjatë disa muajve arrin në nivele të përdorimit pak mbi 5%, por në pjesën më të madhe të vitit mbetet nën këtë kufi. Aktiviteti i tij ka qenë më i dukshëm në muajt e verës dhe fundvitit, por me luhatje të vogla dhe pa ndikim të ndjeshëm në strukturën e përgjithshme të tregut. Përdorimi i Instagramit në Shqipëri mbetet i kufizuar, duke reflektuar një shtrirje më të dobët krahasuar me trendet ndërkombëtare, ku kjo platformë ka rritjet më të qëndrueshme, veçanërisht në grup moshat e reja. Platformat e tjera si Pinterest, YouTube dhe LinkedIn shfaqen me prezencë simbolike duke zënë një pjesë minimale të tregut dhe pa shenja të zgjerimit apo rritjes gjatë kësaj periudhe. Tregu shqiptar karakterizohet nga një përqendrim shumë i lartë të një platforme të vetme. Ky përqendrim pasqyron zakone të konsoliduara të përdorimit të rrjeteve sociale dhe një orientim të qartë të përdoruesve drejt Facebookut si mjeti kryesor për komunikim, informim dhe ndërveprim në jetë digjital.